3 këshilla për jetën e përditshme. 1. Ti jemi mirënjohës Allahut të madhëruar për të gjitha mirësitë që në ka falur, qofshin ato të dukshme apo të padukshme. Mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të panumërta. A nuk e dini ju se Allahu nënshtroi për të mirën tuaj çka në qiell e çka në tokë dhe plotësoi ndaj jush të mirat e tij, të dukshme e të fshehta. E megjithatë, prej njerëzve ka që polemizojnë në çështjen e Allahut, duke mos pasur as dituri, duke mos qenë i udhëzuar dhe duke mos pasur libër të ndritshëm. Sura Luqman 20. Dhe ai ju dha nga të gjitha ato që i kërkuat, që kërkoi nevoja juaj. Edhe në qoftë se përpiqeni ti numëroni të mirat e Allahut ndaj jush, nuk do të arrini ta bëni. Sura Ibrahim 34. Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej Allahut. Madje edhe kur u godet e keqja, ju vetëm te ai e ngrini zërin me lutje. Sura Nahl 53. Mirënjohja dhe falënderimi për mirësitë është një prej shkaqeve të ruajtjes së mirësive dhe shtimit të tyre. Dhe përkujtoni, kur Zoti juaj njoftoi, nëse falënderoni, unë do t'u ashtoj të mirat. Sura Ibrahim 7. Mirënjohja për mirësitë shprehet nëpërmjet falënderimit me gjuhë, por edhe nëpërmjet shfrytëzimit të mirësive në punë të mira, si për shembull, shfrytëzimi i pasurisë për nevojat vetjake dhe familjare, dhënia e zakatit, dhënia e lëmoshës, dhënia e borxhit e të tjerë. Shfrytëzimi i shëndetit dhe i gjymtyrëve të trupit për punë të dobishme, si falja e namazit, agjërimi, kryerja e haxhit, ndihma fizike ndaj të tjerëve e të tjerë. Të gjitha këto janë forma të mirënjohjes ndaj mirësive, sepse në këto raste njeriu po i përdor mirësitë që i ka falur Zoti për qëllime të mira dhe nuk po i përdor për qëllime të dëmshme. 2. Përmirësimi i vetes. Besimtari duhet të jetë gjithmonë në përmirësim të vetes së tij, si nga ana e moralit, po ashtu edhe nga ana e punëve të mira. Që të arrihet kjo, ai duhet ta ketë veten e tij në vëzhgim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme. Duhet të jetë i organizuar dhe i sistemuar në çështjet e tij e jo i shkujdesur dhe i pavëmendshëm. Prej urtësisë së orareve të namazit është organizimi i jetës dhe disiplinimi i besimtarit që të jetë i sistemuar dhe i organizuar në çështjet e tij. Prej urtësisë së agjerimit është që besimtari të jetë i vetëpërmbajtur dhe i ndershëm. Prej urtësisë së zakatit dhe lëmoshës është që besimtari të jetë bujar dhe human. Kështu që besimtari duhet organizohet për përmirësimin e sjelljes, duke e frenuar veten nga mëkatet, si përgojimi, tashethemet, shpifjet, paragjykimet, arroganca, fyerja, ofendimi, përbuzja dhe tallja. Gjithashtu, duke disiplinuar veten me vetëpërmbajtje, ndershmëri dhe devotshmëri, dhe të organizohet për përmirësimin e punëve të mira, duke qenë i përpikt me detyrat fetare dhe shoqërore. Më pas, të ketë një program për përmirësim të mëtejshëm, si leximi një libri, leximi dhe mësimi i pjesëve të Kuranit përmendesh, pjesëmarrja në mësime, pjesëmarrja në veprimtari bamirësie, pjesëmarrja në namazet e xhenazeve, vizitet e sëmurëve e të tjerë. 3. Shtimi i istikfarit. Istikfari, apo kërkimi i faljes, është virtyt që Allahu e pëlqen. Sa do të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që mund të jemi, ne jemi njerëz dhe kemi gabime dhe tmeta, prandaj istikfari duhet të jetë pjesë e përditshmërisë tonë. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka treguar se ka arritur t'i numëronte profetit, paqja qoftë mbi të, deri në 100 istikfare në një tubim. Në fund të surës Nasr, e cila u shpall për të njoftuar profetin, paqja qoftë mbi të, për përfundimin e misionit të tij dhe afrimin e kohës së vdekjes, ai u urdhërua që të madhëronte Allahun dhe të bënte istikfar. Profeti, paqja qoftë mbi të, pas çdo namazi e kishte tradit që të bënte 3 herë istikfar. Istikfari ka mirësi të shumta, si pohimi i tëmetave dhe dobësisë para Zotit, shtimi i riskut dhe mirëqenies. O populli im, kërkoni falje prej Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai. Ai u lëshon shi me bollëk dhe fuqisë suaj i shton fuqi. E mos refuzoni e të bëheni mëkatar. Surja Hud 52. Është garanci prej ndëshkimit të Zotit. Por Allahu nuk do t'i dënojë ata derisa ti, Muhammed, je në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i dënojë derisa ata kërkojnë falje, istikfar. Surja Anfal 33.